Shqiptari që neutralizoi terroristin. Do t'ju tregoj këtë histori sepse më ka mbetur në mendje dhe me qenë se shpërtheu sërish kohët e fundit, dua t'ja u tregoj. E njihja këtë si histori, ka ndodhur, mos gaboj, në vitin 2023. Kush është rastisht i bëj like faqesh si jemi sërish, ju përqafoj dhe ju faleminderit që jemi për bashkë. Në vitin 2023, mos gaboj, një shqiptar i quajtur Viktor Tropoloni po udhëtonte, një 45 vjeçar, mos gaboj në atë kohë, 45 vjeç, po udhëtonte nga Izraeli drejt Anglisë dhe do shkonte që të takonte nënën e tij që ishte e smur në Angli. Mos gaboj, ai kishte pjesë të familjes së tij që jetonin në Angli dhe Viktori jeton në Zvicër. Mirë po, u bë hero sepse The Sun ose dhe gazetat tjera kanë folur për të. Çfarë ndodhi atë ditë? Ju e dini që gjatë udhëtimeve me avion ka ndodhin disa fatkeqësi. Bile do t'ju them që para pak ditësh lexova një lajm që një shqiptar humbi jetën gjatë udhëtimeve me avion, sepse janë ato lëvizjet e forta që bëhen, që ndonjëherë bëhen edhe shumë të komplikuara për sistemin ton, qoftë vaskular, por edhe të trurit. Në fakt i krijuan probleme dhe ai humbi jetën i shkreti. Edhe pse avioni ul, i kërkuan që një emergjencë të shpejtë etj etj. Pra, ndodh shpeshherë, nëse keni vënë dhe ato momentet që ngrihet dhe ulet avioni, që janë disa vende të quajtura boshe ose arja, ato ajri bosh, si mund të quhet. Mirë po, kësaj radhe nuk ndodhi kështu. Ishte ndryshe. Një arab, paktën kështu mendohet, shkoi që të hapte portën e emergjencës dhe sepse mendohet që ai kishte, nuk di, askush nuk e di se çfarë ka ndodhur me të ose çfarë kishte ndodhur, por ai donte që ta akmerrej. Dhe çfarë bëri? Shkoi të hapte derën që të futej ajri, derën e emergjencës, se keni parasysh derën e avionit. Ju e dini që me një shpejtësi të tillë që avioni, mos gaboj, gjendej rreth 9000 metra në lartësi, 9200 metra për qenë sakt, dhe me një shpejtësi që avioni udhëton në këto situata, merreni me mend se çfarë ajri mund të futet brenda. Pra avionin e çan në dysh e çan një portë e tillë. Në fakt ai po mundoi që të hapte dhe kur bëri shkrepjen e parë, sepse duhet të dini që bëhet një shkrepje e parë, pastaj një shkrepje tjetër që ta hapësh komplet. Pra ta dhe pastaj hap. Janë dy ato, mirë po ajo përveç asaj ka dhe një siguresë. Një siguresë që e vendosin ato stewardesat, nëse keni vënë re. Bile e kontrollon edhe zvendës piloti shpeshherë, ose ndonjëherë dhe piloti. Dhe ky, si duket, e pa që u hap herën e parë, pra ky arabi, dhe filloi të fliste Allahu Akbar. Sa po frakshu, askush nuk u fut, sepse ju e dini që në këto momente njerëzit kanë frikë, por duke qenë në një avion, njerëzit, ti e di mirë që në ky avioni, nëse shpërthen, askush nuk zbret në tokë. Kështu që edhe të qëndrosh larg, sepse ndonjëri mendon që do qëndroj larg se s'dihet. Ndoshta mua duke qenë më afër më qellon, sepse të gjithë menduan se ai kishte bomba në trup. Dhe askush nuk u fut, vetëm Viktori. Viktori sa e pa u dyn drejt atij, një ta kapo, një ta mbërthyer dhe e vuri për tokë. Pas 10 minutash erdhën të gjithë që ta ndihmonin, sepse ai me zor po e mbante i shkreti. Dhe i thoshte sharap, mbyllë gojën, i thoshte, se ai i thoshte Allahu Akbar, lashëmi, në gjuhë më lër thoshte, let me. Dhe u futën të gjithë dhe mbajtën dhe e glabruan për pak kohë, derisa pastaj e kapën dhe e lidhen, i vurën ato lidhset, që kanë disa lidhse emergjente, dhe u ul avioni në mënyrë urgjente dhe e kapën e futën brenda. Por gjesti që bëri shqiptari është të kthyer në hero. Nuk e di, e keni para apo jo, sepse është sërish tani ka filluar ajo historia e këtij që shpërndahet në rrjet e Viktorit. Por Viktori vërtet është një djalë, unë kontrollova njërë, sepse kujtova se ishte, kur ndodhi, kujtova se ishte një fake, ose diçka jo fake, por nuk e dija, doja të informohesha. Thash,
Dua të informojnë. Dhe pash që Viktori as nuk i intereson fare të bëj intervista, as është djalë fantastik. Dhe më pëlqeu kjo. Kështu që ai se marr vetëm për ero, po mendimi im është që ai kur e pa që po hapte derën tha po ky si i gjithë shqiptarët, po ky është çmendur dhe e kapi. Tani do t'ja të pyesja juve. Ju do ta bëni një gjë të tillë, a do ta mbërtheni ndonjërin që të hapte derën e avionit ose më mirë. Nëse gjendemi në një shesh ku është plot me njerëz dhe ka ndonjë që ka gjithë ato bomba sipër, dhe ju gjendeni afër. Dhe ky thot Allahu Akbar dhe do që të shpërtej bombat. Ju çfarë do bëni? Pyetje, si thoni. Shiko, normal që ne kemi arritur në një situatë që njerëzit nuk duan të pleksen me probleme, sepse po t'i vini re, ligjet janë bërë në një forum, tani, jo si më përpara, sepse më përpara shkonin njerëzit, nëse dikush kishte probleme, shkonin vrap dhe e ndihmonin, tani jo më. Po t'i vini re, tani distancohen. Jemi distancuar, bile që kur ka ndodhur problemi Covidit, akoma më keq. Janë bërë njerëzit që nuk u flet dot. Bile u thua ndonjë gjë, siç e kam thënë edhe unë, edhe për puna, të shikojnë me inat sikur kush e di çfarë po bën. Pra nuk është më si dikur. Po t'i vini re, edhe ne që jemi brezi ynë, për shembull është ndryshe nga brezi i ri. Brezi i ri janë të gjithë vetjak, të gjithë rrinë më vete, nuk duan t'ja dinë për askënd. Dhe kjo nuk e di se ku do ta çojë shoqërinë kjo, po unë për mendimin tim shoqëria po merr fund. Me një fjalë, shoqëria që ne njihnim atëre, ajo shoqëri që ishte le të themi e zjarrt. Shiko, ne ndanim bukën edhe sikur të ishte bukë me vaj dhe krip, ose edhe me sheqer me vaj. Mbani mend, e ndanim mes njëri tjetrit dhe nuk e kishim problem fare. Ndonjëherë mbeteshim edhe për vete. Pra dikur ishte një mënyrë tjetër jetese dhe unë them që ishte plot jetë. Sepse jeta e njeriut është pikërisht kjo, pra të jetosh në bashkësi. Po ta vini re, nëse ne nuk jetojmë në bashkësi, pra janë festat, janë urimet, janë dasmat, janë ai komunikimi që bëjmë mes nesh. Po të vini re, kjo është jeta, në të vërtet. Sepse nëse ne do të jetonim në një mal, pa askënd, me fjalë pa njeri, pa komunikuar me askënd, si do të ishte jeta? Do të ishte krejt banale, sepse njeriu jeton pikërisht me këtë. Pra, të jemi në bashkësi. Normal që ka edhe probleme të rënda dikush, sepse dikush për shembull ka humbur djalin, vajzën, fëmijët, ka humbur bashkëshorten, ka humbur bashkëshortin, ka humbur nënën apo babain. Dhe në këto vendet arabe, sinqerisht, themi të vërtetën, ka vite që vazhdohet ende sot me një fjalë të bëhen luftra le të themi edhe të vogla. Pra përleshje të vogla. Mirë po këto nuk kanë rreshtur kur, po t'i vini re, kur nuk kanë rreshtur. Që nga korat që unë mbaj mend që kam qenë i vogël, deri sot vazhdojnë akoma sot të vriten në këto zona. Dhe unë mendoj që nuk është vetëm politika e huaj, por është edhe politika e brendshme. Sepse politika e brendshme dikush duhet të sakrifikohet drejtëmori që të ndryshojë atë vend. Sepse po t'i vini re njerëzit në vendet e varfra, ata që komandojnë, bëhen të pasur dhe pasurohen në pafundësi vet ata, me familjarët e tyre, me shokët dhe miqt, me të njëjtën parti, pra secili vendos njerëzit e tyre në parti dhe janë për herë ata, dhe populli ngort për të ngrënë. Kjo është diferencë e madhe. Megjithatë që nuk dua të humb tani atë fillin, por doja të thoshja që sepse nuk e humba, doja të thoshja që sot askush nuk futet në për momente të tilla. Dhe Viktori është, le të themi që ashtu si thon edhe gazetat e huaja, është vërtet hero, sepse i përket një le të themi një shoqërie tjetër që ka humbur sot dhe askush nuk e bën. Ndaj dhe edhe për anglezët është dhe mbahet hero. Unë do dëshiroj një komentin tuaj, çfarë mendimi keni, nëse kishit lexuar këtë artikull apo keni dëgjuar për të në disa lajme, dhe ta urojmë Viktorin suksese në jetë. Sepse na kujton vërtet se cila është shoqëria, kush është thelbi i vërtet i jetës, kështu që ju përqafoj të gjithëve, pres komentet tuaja dhe të falenderojmë nëse është e mundur me një koment Viktorin. Kalofshi bukur.